Të premten në mbrëmje, në hyrje të Shkupit u vendos një billboard përmes të cilit qytetarëve u urohej mirëseardhje. Kryetari i qytetit të Shkupit, Orçe Gjorgjevski, e promovoi këtë vepër në Facebook, duke e shpërndarë së bashku me një tekst në të cilin shkruante: Mirëseardhët në Shkup, mesazh me të cilin dërgojmë një mirëseardhje të ngrohtë për të gjithë ata që mbërrin në qytetin ton. Ne zbukurojmë Shkupin me dashuri, kujdes dhe përkushtim, sepse çdo detaj ka rëndësi kur ndërtojmë një qytet me fytyrë të njohshme dhe shpirt të ngrohtë. Por billboardi, i cili duket qartë se ishte gjeneruar me inteligjencë artificiale, shaktoi reagime për shkak të gabimeve vizuale. Kali Bukefall shfaqej me 5 këmbë, kalaja nuk i ngjante asaj të Shkupit, ura e gurit ishte shformuar, ndërsa në disa reagime u theksua se kisha e paraqitur në billboard i ngjante më shumë tempullit Shën Sava në Beograd. Rezultati është i turpshëm. Kali Bukefall është pikturuar me 5 këmbë, luftëtari ngjason një personazh nga filmi vizatimor, kurse gjithë pamja është e gjeneruar dhe pas një lidhje me Shkupin real. Kjo nuk është hera e parë që VMRO e shëmton kryeqytetin. Përveç gabimeve vizuale, në këtë fotografi mungon edhe gjua shqipe, për këtë reagoi nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani. Në billboardin me të cilin Shkupi i mirëpret vizitorët, mungon plotësisht gjua shqipe, ndonse kryeqyteti është dygjuhësh dhe identiteti i tij është ndërtuar prej shekujsh nga bashkësi të ndryshme etnike, kulturore dhe fetare. Janë paraqitur kryqi i Vodnos, një objekt fetar ortodoks, dhe Bukefalli, ndërsa mungojnë qarshia e vjetër, kalaja, qoftë edhe një xhami dhe çdo simbol që përfaqëson trashëgiminë shqiptare, islame dhe osmane të qytetit. Pas reagimeve të ashpra në rrjetet sociale, sot u hoq billboardi. Pas disa çasteve u vendos billboard me fotografi të reja, por sërish mungon gjua shqipe. Vlen të theksohet se para se të vendosej ky billboard, në të njëjtin vend për disa vite ka qëndruar një afishe në të cilën gjithashtu mungonte gjua shqipe.